Seminari ndërdiocezan shqiptar Nëna e Këshillit të Mirë në Shkodër organizoi një program fetar dhe kulturor për Dita e Miqve të seminarit. Aktiviteti mblodhi besimtar, familjar dhe përfaqësues të komunitetit katolik. Rektori Dom Mark Shtjefni thekson rëndësinë jetike që seminari ka për formimin dhe përgatitjen e meshtarëve të ardhshëm për trevat mbar shqiptare. Njëri që ndjen një thirrje vjen këtu dhe pikërisht për ta studiuar dhe për të panë se ajo thirrje është me vërtet thirrje sot apo thjesht është një thirrje momentale. Prandaj edhe ekipi formativ që ashtu bën lot rolin e një mësuesi të shpirtit, por edhe një mësuesi të jetës së përditshme. Arqipeshvi Peragjine u ndalte vlerat e besimit në Zot dhe rëndësia thirrjes në shërbim të kishës dhe shoqërisë. Një thirrje lindë në një familje, një thirrje lindë në një bashkësi, në një komunitet, një thirrje lindë në kishë. E sigurisht ju që jeni të pranishëm si miqtë, tregoni që është diçka që ju përket juve. Edmond Marku është një prej atyre që ka zgjedhur rrugtimin drejt meshtarisë mes 10 të rinjve që ndjekin formimin në këtë institucion. Unë jam rrit një familje katolike praktikante dhe qysh fëmijë dhe me thënë jam rrit gati thoshte kisha dhe nga dëshmia sidomos e gjyshit që është kanë shumë i lidhur me kishën. Programi u mbyll me dëshmi dhe bashkëbisedime mbi dinamika dhe sfidat që bart në vetvete thirrja meshtarake.